Një të nuk je pasu, e sukur me rastin e zgjedhjes së presidentit, kur thot duhet me votu, e në anën tjetër duhet jenë 2 të 3 të pranishëm për mos zgjedhur. Ma çka kur nuk rrin? Duhet është dashur të jep përgjigje edhe në këto raste çka nëse nuk rrin. Nëse eventualisht konsumohet afati 30 ditor dhe nuk zgjidhet kryetari i parlamentit, do mendoj që janë 2 situata të ndryshme. Presidentja apo edhe prap deputetët kanë të drejtë ti drejtohen gjykatës kushtetuese, sepse në seancën për themelimin e konstituimit të kuvendit, gjykata kushtetuese ka konsideruar si një akt kushtetues që ende s'ka përfunduar dhe nëse vazhdon ende i pa përfunduar dhe mundën prap me ndoshta më thirr me kërkuar mas 30 dite se çfarë zgjidhje me dhënë gjykata kushtetuese apo dhe presidentja si po autorizuar, më shpresoj shumë që nuk do të duhej të kishte nevojë që të mos të konstruojë kuvendi. Edhe besoj shumë që ti thirrin mendjes të gjithë deputetët sepse është e pa logjikshme dhe është shumë interesant çush jemi të prirur ne të gjejmë në skamca mos me funksionalizu institucionet e vendit tonë, pa marrë parasysh secili krah oponent. Po fatkeqësisht mendoj që vendimi 2014 se ka kontribut në krijimin e kësaj paqartësie. Është atë frym, në atë bazë, pra e kanë ndjekur atë frym. Ka ndjekur, ka dashur ka te kalu pak, se në atë frym në vitin 2014, jo, në vitin 2014 thotë s'ka lidhje thotë deri kur zgjidhet kryetari i kuvendit mundet mirë pa kufi. Tani e afatizon, domethënë këto e bën këtë dallim. Afatizimin, po afatizimin përsëri interpretimin se çka, nëse exactly, pa sanksionuar, po. Gash, po nisim me ty, i kemi 2 juristët shumë nderuar. Ka probleme politike. Për ty a e ka qartësuar apo e ka pa qartësuar? Problemi është që paqartësia ka qenë aty hala pa ardh akt vendimi i gjykatës. Po prandaj akt vendimi është dashur ta qartësoj apo? Supozimi është që është dashur të qartësoj për ata që e kuptojnë rregullimin ton kushtetues, e dim që kemi një kushtetutë të ngurtë, se lyp 2/3 e 2 feshte gjithë këto të tjera. Dhe si e tillë në një sistem të rregulluar të ne kushtetuesi, i cili është si instrument për me rregullu jetën politike dhe jo vetëm shoqërore këtu, si gardian i kushtetutës, interpretimin themelor ose interpretimin përfundimtar final, kësaj pune ban gjykata kushtetuese me vendimin e saj. Jo të disponuarit apo struktura tjera shoqërore, cilat do qofshin ato partitë politike, grupet interesi, sindikatat, ata që parashtrojnë kërkesa në gjykatë kushtetuese mbi një temë të caktuar apo mbi një interesim të caktuar. Prandaj këtu është problemi. E thash edhe atë ditë kur e bisedum, kur e lexoj në mënyrë të shpejt ta ulonti vendimin, është problematike me prit se sensi politik, tash nuk po tham partijak, po tham politik, i nevojës urgjente për me pas një përgjigje të qartë, e shoh që ajo nuhatje të gjykatësit tonë në gjykatë kushtetuese ka mungu, se paku sipas mendimit tim. Sepse po ta kishin një nuhatje politike, nuk tham nuhatje partijake, me thirrën telefon aty më thon, çka po thuti i PDK-s me bë, çka po thuti i vetëvendosjes me bë. Nuhatje politike në kuptimin kur e ki një strukturim të këtill partijak politik në parlament, atëherë ti si gardian i kushtetutës i një trupe e cila është roji e rendit kushtetues, qosh edhe bash ma i qartë dhe ma decisiv në vendimarrje, se saktë e din që ata të zgjedhurit kanë me gjithë bish që është ata ulanti. Kanë më kapë në norma jo tha, jo sta, edhe kanë me interpretu që është dojnë vetë. Do të prandaj mesin në këtë formullën në këti rrethi vicios, do të me interpretu tash interpretimin e interpretimit vendimit. Qohet ky interpreton qysh jakona, qohet ai tjetri politikan qysh jakona, edhe në fund tash ti e ndërtojnë nga gjykata kushtetuese referenta juridik. Shkot aty deputeti thot, më falë se unë se kuptova, po mendoj që një paragrafin 141 ka thonë qështu. Tash nga një gjykatës i nderuar gjykatës kushtetuese, na bojna me gjithë respektin për referentin, bojna referent, jo bezoti deputetës kena menu në kështu, kena menu qështu. Tash vjen tjetri, 120 herë, për nevoja politike tyne. Këtu e shok gabim edhe paqartësin, apo jo qartësimin e duhur si mos guxim apo ndoshta mos kuptim të rrjedhës politike të na në Kosovë. Kjo është
nuk i kam shu, atë kjo është simbolike. Gjykasit e gjykatës kushtetuese, po ndoket e kam janë pos, shumë me Shekonin. Shekonin e kam pos me gumë për funi. Soni mirë, ajo e romja në tavolinë. Bravo. Atë pëlqeu kjo, Shumë, po. Po, Se si vendimi simbolik, është ka drejt optimal. blerimi. A kupton, vendimi është optimal, nuk është radikal. Po këtu s'krym punë optimalja. Me këta që duhen me gjithë bishta në politikë. Dëgjoj, do me thonë, po kjo konsiderohet ligj. Edhe